Duke qenë që më keni qajt kokën që i ofron t'i burrit që do burrit me lek, këta i ofraj. Morët vesh, ilaç që ta pije, ta qoj për lesh edhe ti marr lekët. Legena, e morët vesh. Këta gjaj i ofroj burrit, ta ngonin tronin tuj bash. Nejse ma, jo më jasë se jam keq që marr drejt që marr. Burrin e bëj të pastër, si e bëj të pastër, e bëj të pastër me këtë ilaçin që është kundër njollave, këmishat e bardha ti ketë zizër vlla, mos i ketë me njolla, se unë e maj burrin ziz. Jam nuk se për shpishkurt ma beti. Këto i ofroj mashkullit. Nejse ma, e shifni këtë ilaçin këtu, ky ilaçi ju thot lam të mirë njollave të rrobave, si me ngjyrë ashtu edhe të bardha. Po ju tregoj një eksperiencë. Nëse mos qesh, nëse keni zakon ju me qesh, nejse ma. Keni parasysh ju kujde rroba aty, kishte ardhur një plumb atje dhe kishte bërë glasën na këmishën time të bardhë, unë kam pas fiksim atë këmishën. Në kupton se e bukur ka qenë kam bërë dhe video me atë këmishën, po nisem më. Edhe ishte thara ajo, ishte pirë në diell, s'kishte birë nane, fut lavatriçe slashe, nisem më të bëma me shoqet e mia, me kolegët e mia të punës dhe më thanë që ishte një kompani që quhesh Farmasi, një kompani turke që shiste ilaçe, këtë ilaçin këtu do me thonë që ishte njolla. Me thonë drejtën nuk i besoj. Flasim atë që është, nejse thash hajt po e blej. E porosita online, që do ju lej ta këto faqen këtu. Por e doni ju që ja hoqi me vërtet ato njolla që kishte ajo këmishë e bardhë. E di si ja bona, sepse e tregon edhe mënyrën e aplikimit, përdorimit. Mora këmishën, aty ku kishte bo glasën ajo legenja pullumesha plumb që ai ishte drejt që mori. Edhe i hodha këtë ilaç, i lash 3 minuta, edhe futa lavatriçe, e ka la me një herë. Por kokën time ka bu zic, po të them sepse pa dalë këmisha jashtë përdorimit. Kështu që ky ilaçi këtu ja vlen 100% për të heqë njollat, sepse gjithë vujmë për heqjen e njollave, jo na bëhen me vaj kur gatujmë, jo na bëhen me buskush, jo na bëhen me verë, kur ham ushqim na derdhet ndonjëherë ushqimet e bluzet, etj. Dhe këto mbi gjitha meshkujt një që zinë me skush është një vezë e gallanjosan atje me vaj, kjo heq njollat. Pra me këtë produktin këtu ne çojmë për lesh bubi njollat, i eliminon totalisht njollat në rroba dhe në këtë mënyrë nuk na dalin njollat, domethënë nuk na dalin rrobat jashtë funksionimit. Edhe këto produkte ka marrë te një faqe online që ky është një produkt nga Farmasi, që është një kompani turke shumë e njohur që operon ndërkombëtarisht, shet produkte të ndryshme kozmetike, kujdes për trupin, për lëkurën, për rrobat, jep domethënë shet suplemente etj. Po Rosika që ofron shërbim shumë të mirë, cilësi shumë të mirë. Dhe mbi të gjitha produktet ishin me ulje. Këto produkte ne kam marrë me ulje, sa zgjat ky. Shkurt, sakt, prerë dhe qartë, është një produkt shumë i mirë për eliminimin e njollave. Do ishte mirë me eliminu burrat, për nejse. Burra si eliminon dot, po të paktën të eliminojë njollat. Po ju lej tak faqen e Instagramit kur kam le.